Me gjithë dalje që ti ke bërë televizive, me shërak muhabeti, kush ka qenë momenti jot më i sikletshëm? Po bëjmë një muhabet shumë bukur këtu, mu duket sikur kemi një intervistë. Momenti jem më i vështirë, më i sikletshëm. Po. Të kenonit artist ose një person që e don me shpirt botën e artit, televizionit, teatrit, e skenave, është momenti i sikletshëm konstant, domethënë. Momenti i sikletshëm, por shumë i bukur. A shumë mendon? Po, kështu mendoj sepse do jesh gjithmonë në sytë e njerëzve, në sytë e publikut edhe jo gjithmonë do jesh në gjendjen tënde më të mirë, si fizikisht, por gjithashtu edhe mendërisht. Por një moment shumë i sikletshëm për mua. Ndjehet se të varelisht është shumë e vërtet. Jemi në një moshë që mund të kemi shumë gjëra dhe mbase në momentin e caktuara nuk mund të dim se si ti përballojmë dhe se si ti menaxhojmë të gjitha. Është krejt normale. Por një moment që unë do e veçoj së fundmi, mund t'jetë ba viti besoj që ka noll, është gjatë prezantimit të një festivali, një konkursi lokal në Shkodër. Unë ndodhi që të ziesha me regjizoren, me producenten e festivalit, edhe unë kam një tip që kur zi me njërë që du shumë, e përballoj të lotu, të qa. Po. Edhe unë do dilja mas 2 minutash me prezentu prap në skenë. Edhe si që isha të qanë në mrapa skenë, direkte. Po sytë dukeshin që unë sapo kisha vajtu aty. Edhe me skalet në dorë, edhe u do të me dalë, me të regu gjendën tonë më të mirë dhe me vazhdu atë që ishe të ba, sepse në art edhe në skenë duhet të jesh gati për çdo gjë. Por që realisht gjë pa gjë nuk ka, thëmë në Shkodër, kështu që edhe qëndron, shumë e vërtet.